Në qoftë se do të shikohen në vitet e fundit, paktën 30 vjet e fundit, që kur ka filluar historia e PS, pak a shumë, do të shikohet se ka probleme tjera dhe literatura lidhur me kombet dhe identitetet nuk është paksuar siç do të dukej në pamje të parë, por literatura, studimet dhe institucionet përkatëse janë marrë ndofta më tepër tani se sa në epokën kur kombet dhe identitetet ishin ndofta dhe në konflikt me njëri tjetrin. Dhe nga autorë shqiptar, identiteti shqiptar dhe problemet e identitetit janë trajtuar jo pak, sepse është refleks i kësaj problematike të madhe europiane botërore, natyrisht dhe e problematikës shqiptare. Unë këtu do të përmend dhe literaturën që kam mundur të shfrytëzoj këtë. Meqense ata ligjet e tyre mbahen si një model dhe francezët janë nga vendet më liberale për pranimin e identiteteve të tjerë, natyrisht pa e zbehur identitetin e tyre. Statistikat e disa institucioneve qendrore që merren me këtë problem thonë se në Francë përparimi i integrimit nuk e ka dobësuar, përkundrazi e ka arritur ka një kthim të identitetit bjenësisë kombëtare me forcë. Dhe praktikisht, sipas anketimeve që kanë bërë, cilat ne nuk i bëjmë dhe nuk e dim se si do dilte nëse do të bënim një anketim të gjithë shqiptarëve, a e pëlqejnë, a e ndjejnë e kombëtarsisë, apo do të praktizojnë dhe ndjehen më mirë kur janë larg kësaj, do ta i bën këto anketa. Anketa në Francë, institucioneve shtetërore kanë zgjedhur 53% e francezëve kanë përmendi dy autorë shumë të rëndësishëm të çështjeve të identitetit, Hobsbawm dhe Thiers, të cilët kanë shprehur qëndrimet e tyre dhe mendimet e tyre për identitetin. Do ta pyesja profesorin se si do ta përkufizonte ai identitetin kombëtar me që sipas ligjëratës nuk është e njëjtë me qëndrimet të cilat i kanë as Hobsbawm as Thiers, të cilët, siç e dim, të dy mbështesin në konceptet e Benedict Andersonit të vitit 1983 të Imagined Communities, por edhe raporti po ashtu etni komb i cili është i paraqitur te Agani Ismail Islami, si dhe të një autor i cili nuk u përmend Enver Hoxhaj në një po ashtu të duhet të para disa vitësh. Një realiteti tjetër dhe përsëri e thotë që realiteti është ndryshe, megjithse unë e quaj të mbyllur, sepse ka parimet e veta kur quhet i mbyllur, sa e quaj që kur kombet konsolidohen me krijimin e kombeve shtete, për atë quhet i mbyllur problemi, sepse e dhanë atë dhe duhet kalojnë një periudhë tjetër, jo të konfrontimit ushtarak ekonomik, por të harmonisë dhe tani kombet sipas tij teorikisht janë konsoliduara, dihet ato të cilat janë, sipas tij në atlasin e përgjithshëm botëror. Mirko pranon dhe thot faktet, megjithëse unë e mendoj kështu, faktet janë këto dhe i parashkron të gjitha problemet që kanë identitetet në thelb në botë, duke përfshirë dhe Evropën dhe Ballkanin. Pra ka si thua një tjetër fare, por që besoj që kjo temë do t'i kontribuoj verifiku realizimin të objektivave të këtij seminari. Tema është produktive shërbës për një pjesë të natyrshme të trungut gjeologjik shqiptar, për cilën realisht në fund flitet shumë, por nuk me kujtesën e lexuesve. Personazhet e tragjedive njihen për ngatresën fatale të situatave të pashpresa, për një përshkrim të fajshëm. Filozofia, feja, ekzistenca e individit karakterizojnë krijimin tragjik. Mirë po, në tragjedik moderne kohëri nuk është i pranishëm sikurse që ishte në kohën e lashtë.
ku me këngë komenton të mënyrën e përgjithshme për atë që është thurur në skenë. Ndërkaq sot kori na shoqëron me tinguj muzikor, konkretisht me operën. Mirë po, shtrohet pyetja, si funksionon teatri ekzistencialist? Çfarë është ka në mjediset kulturore të popujsh të ndryshme? Interpretimi solistik përfshin këngën, vallën dhe instrumentin. Ky interpretim në rastet më të shpeshta është njëzësh, por ka dhe interpretime dyzësh përmes vetëm një instrumenti. Ka mjaft veçori specifike që disa nga interpretimet njëshe meritojnë një vëmendje dhe njohje më të madhe si dukuri në praktikën tonë tradicionale. Elementi qëndësor që i karakterizon disa nga këto interpretime është komunikimi i realizuar në forma të ndryshme përmes këndimit, vallëzimit dhe luajtjes me instrumentin. Kështu, duke vënë spikam karakteristikat e komunikimeve të veçanta, synon që përmes tyre tema e shtruar të shndrohet në një dukuri specifike dhe me interes për të prezantuar. Më të vështira, më problemore dhe më të diskutueshme në sintaksën e shqipes, krahas gjymtyrëve të dyta, padyshim është çështja e trojtave të bashkëjetuara. Trojtet e bashkëjetuara folore janë forma jo predikative ose jo vetore dhe mund të kenë funksione të caktuara në fjalim. Pastajonja në strukturën gramatikore të gjuhës shqipe paraqitet si një kategori folore e veçantë, qoftë nga pikpamja formale, qoftë nga ana funksionale, e dalluar shumë qartë nga trojtat e tjera të bashkëjetuara të foljes. Në shumë gjuhë pastajonja është zhvilluar bashkë me një parafjalë, e cila ka humbur vlerën e vet fillestare dhe është bërë folje që i kanë të gjitha gjuhët evropiane hyn në relacione me forma të tjera folore zakonisht meritorë, por edhe me format e bashkëjetuara veç mas me paskartore ndjekje e në pjesore duke formuar kështu ndërtimin në modalitet detyrimja domosdoshmërie dhe me modalitet mundësie ose pa mundësie. Në grupin e ngushtë të këtyre foljeve hyn foljet mund, duhet e ndonjë folja do, të cilat pra karakterizohen nga autostrastia këtyre funksionale duke u quajtur folje funksionalisht të pa vetë mjaftueshme nga semandriza ose folje gjysmëndimse modale në gramatikën e shqipes së saj. Kurse si të Buzukëve dhe Bogdani ndërtimet me foljen modale duhet seleksionojnë shumë më tepër pas kajore ndjekje, me tipën, me fjalën me pasur. Në këto ndërtime folja modale duhet ndryshohet për kohë, e cila te Bogdani dëshmohet në format kohore të së tashmes, së pakryrës, auristit dhe të së kryrës së vektores, kurse pas kajore ndryshon në diakrizë. Ndërtimet me foljen modale duhet në të tashmen plus pas kajore në veprën e Bogdanit shprehen një veprim i cili paraqit. Kush themelori i tregimit anekdotik? Mujloshi i Trenicës, thesari anekdotave, pyetjes, a mund më mësojsh gjitha anekdotat dhe sa muj? Ju përgjegjë, anekdotat ndoshta. Mund të mësoj, për vendin ku duhet të tregohet, s'mund të mësoj. Kështu që anekdotat që tregohet pa vend e humb efektin. Mungesa anekdotës krijon edhe mungesë të gjallërisë së bisedës në ligjerime e të rolin të rëndësishëm e origjinal të njohjes edukative dhe artistike.